Në botën digjitale, informacioni nuk përhapet vetëm për të informuar. Shpesh përdoret edhe për të gjykuar, për të ndarë dhe për të krijuar përçarje mbi bazën e gjinisë. Kjo është forma më e fshehtë e manipulimit, dezinformimi gjinor. Dezinformimi gjinor nënkupton përhapjen e qëllimshme të përmbajtjeve të rreme, të shtrembëruara ose manipuluese që bazohen në stereotipe gjinore. Ai mund të godasë gra, burra apo persona që nuk përshtaten me rolet tradicionale të gjinisë. Qëllimi është të minojë reputacionin, të përforcojë paragjykimet dhe të kufizojë lirinë e shprehjes. Kjo formë e dezinformimit shfrytëzon emocionet dhe paragjykimet ekzistuese. Zakonisht përdor stereotipe si gratë janë të dobta ose burrat nuk duhet të tregojnë emocione. Përmes memeve, lajmeve të rreme dhe videove të manipuluara, këto ide përforcohen për të krijuar reagime të forta dhe për të fituar klikime. Në shumë vende evropiane, dezinformimi gjinor është bërë pjesë e përditshme e hapësirës publike. Në Poloni, gratë që protestuan për të drejtat riprodhuese u etiketuan si antifamiljare dhe kundër vlerave tradicionale. Në Slovaki, kandidatet gra në zgjedhjet lokale u përballën me imazhe të manipuluara që synonin të minonin seriozitetin e tyre profesional. Në Hungari, përmbajtjet në internet shpesh nxisin narrativën se roli i gruas është vetëm në familje, ndërsa burrat që mbështesin barazinë gjinore quhen të dobët. Edhe në Kosovë, figura publike, gra dhe burra, janë shënjestruar me fjalë fyese dhe etiketime në rrjetet sociale, sidomos gjatë debateve politike apo aktivizmit për barazi gjinore. Këto sulme shkojnë përtej kritikës. Ato synojnë të friksojnë, të heshtin dhe të përjashtojnë. Dezinformimi gjinor nënkupton informata të rreme dhe të manipuluara që synojnë gratë dhe burrat në aspektin gjinor, t'i demotivojnë, nënvlerësojnë dhe t'i delegjitimojnë për pjesëmarrjen e tyre në jetën publike. Në këto raste kemi pa shpesh komente seksiste, të cilat më shumë janë fokusu në pamjen e jashtme të grave sesa në atë se çfarë ato thonë apo çfarë planifikojnë të realizojnë në fushata zgjedhore apo në aktivizmin e tyre politik. Kemi pa shpesh që ju ndryshohen deklaratat, shkurtohen, prehen në atë mënyrë që të ketë një përmbajtje e cila është denigruese për gratë. Dhe kemi pa shpesh edhe sulme direkte ndaj grave të ndryshme të cilat kanë vendosur të jenë të zëshme në hapësira të ndryshme publike. Këto përvojat tregojnë se dezinformimi gjinor funksionon në mënyrë të shumëfishtë, nga sulmet e drejtë për drejta deri te manipulimi narrativ, duke krijuar presion psikologjik dhe duke ulur motivimin për pjesëmarrje publike. Ky lloj dezinformimi ndodh përmes disa formave. Fillimisht përmes narrativave të cilat synojnë t'i paraqesin gratë më jo profesionale se burrat, përmes stereotipeve gjinore, përmes stereotipeve patriarkale, përmes fokusimit në jetën e tyre private dhe pamjes së tyre të jashtme, përmes manipulimit të kontekstit i cili çon po ashtu në demotivimin e tyre në pjesëmarrjen politike. I tërë synimi i këtyre komenteve dhe i kësaj gjuhe denigruese, seksiste ndaj grave, e thash edhe më herët, e ka qëllimin ta minimizojë pjesëmarrjen e grave në hapësira publike dhe në vendimarrje. Komentet e tilla normal që i dekurajojnë këto gratë të vazhdojnë të jenë aktive, mirë po në anën tjetër e kanë edhe një dëm shumë të madh dhe bëjnë edhe për vajzat e reja të cilat kanë synim të bëhen pjesë e politikbërjes, e vendimarrjes, që ato të dekurajohen sepse mund të ndihen të friksuara nga këto sulme. Pse përhapen këto dezinformata? Sepse përmbajtja që nxit reagime emocionale përhapet më shpejt. Algoritmet e mediave sociale favorizojnë postimet që krijojnë debat, përçmim apo ndasi. Kështu, dezinformimi gjinor nuk është vetëm pasojë e urrëties, por edhe e mënyrës si funksionon vetë ekosistemi mediatik. Dezinformimi gjinor minon besimin dhe krijon klim armiqësie. Ai e bën më të vështirë përfaqësimin e barabartë të gjinive dhe frenon pjesëmarrjen publike, veçanërisht të atyre që sfidojnë stereotipet. Më e rrezikshmja është se përhapet si humor, por përfundon si urrëtie. Zgjidhja qëndron te vetdia dhe edukimi medial. Duhet të njohim stereotipet,
t'i sfidojmë ato dhe të mos shpërndajmë përmbajtje që nënçmon dikë për shkak të gjinisë ose identitetit. Verifikimi i informacionit dhe reagimi me respekt janë hapa të thjeshtë, por të fuqishëm.